Drejtërisht këtu jemi në shkollën Ismail Qemali. Është shkolla në shkollat më të vjetra të qytetit të Shkodrës, është që daton në vitin 1913, e quajtur Shkolla e Parrucës. Po. Me emrin Shkolla e Parrucës, dikur më pas Shkolla Ismail Qemali. Më pas Shkolla Ismail Qemali. Është shkolla më e madhe në qarkun e Shkodrës. Për nga numri nxënësve 820 nxënës, ka një staf prej 60 mësuesish, duke pas të gjithë komponentët që duhet ketë një shkollë, me shërbimin psikosocial, me dentist në shkollë, me infermieri në shkollë, me oficer sigurie në shkollë. Nxënës ka suportu për me pru Oppenheimin. Se tani po e shoh emrin e... është një nga studiot më të famshme. Oppenheimi është një nga studiot më të famshme. Po, ndërkombëtare që kanë bërë dhurat, nga nxënësi pra kanë bërë dhurat për me bërë këtë shkollë besoj me kushtet e një shkolle që nuk i mungon në Bashkinë Evropiane. Ata nisën një tematik, janë nisë nga disa pjesë filma zativore të cilat kanë karakteristikën e kreativitetit dhe shkencave eksakte, dhe është pjesa spaceship apo anisë kozmike për me një kullet e nxënësve. Se do jetë katër të ndryshme, pra, ku do ketë katrin e librarisë, të laboratorit teknik, të laboratorit kimik. Dhe kjo do të jetë në pjesën e oborit brendshëm. Në oborit brendshëm dhe secili kat ka një korridor të brendshëm që do të ketë edhe 4 kate bashkë me një librari në sipër. Me korridore lidhëse. Është shumë e rëndësishme që projektet e shkollave, po dhe përgjithsisht të objekteve publike, spitalet apo kopshtet, po edhe zyrat e administratës, të mos jenë vetëm objekte funksionale. Pa diskutim standardet e shkollës, klasat. Po në momenti që janë dhe vepra arkitekturore, bëjmë dhe një edukim estetik, por edhe kryojmë një vepër arti publike në qytet, apo në fshat, kudo që të ndodhet objekti. Kështu që më vjen shumë mirë që Shkodra vjen me një projekt të tillë. Edhe po vuani pak tani me periudhën, po do fitoni pastaj. Edhe do ndërkohë, ne na vjen përmbar, po së mos ndërtuesve, me bot gjithën me shtru, betona, pllaka, por nëse ke projektin ferma në shkollë, të shikosh se ke shumë më të kollajt me imbajt fëmijët edhe 2 orë dhe 3 orë mbrapa. Edhe pjesën e mastrekës ata munden. Dhe tani që nxorëm edhe kemi edhe mundësim për me i pagu mësuesët me orë ekstra, apo me marrë të tjerë, që se mësuesët nuk duan, tani duhet patjetër ta bëjmë të gjë. Me që jemi në fazën e ndërtimit, duhet parashikuar se s'bën kjo pjesa, kështu që do ta kuroni vetë. E gjitha kjo duhet kthehet në fermën e shkollës. Në mundësinë edhe për të zbavitur, por edhe për të krijuar një parcel për të mbjell fruta perime, për të mbjell lule shtrydhe, për të mbjell qep, për të mbjell lule. Pra, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që fëmia ta ndjejë që ka një marrëdhënie tjetër me tokën. Edhe merr vërtet kuptim kur thua ferma në shkollë, sepse ata kënaqen kur e mbjellin, kur e vadisin, kur kujdesen për to, kur vjen momenti që bën frutat, marrin dhe frytet dhe i konsumojnë bashkë. Domethënë, është një nga pjesët më të bukura